Agron, je politikani më hipokrit në gjithë të sallë këtu. E para njerë, dua që t'i përgjigjesh shqiptarëve se kush është lidhja jote, e bashkëshortes tënde, apo e vllajt tënd me kompanit Intercom Data Service dhe Northwind SHPK. Dua që t'i tregosh shqiptarëve se si ke zgjedhur dhe me kompanitë e tuaja ke zgjedhur që mos të deklarosh mënyrën se si transferon fitimet e tua jashtë këtij vendi dhe je gati të paguash gjobën dhe mos t'japësh informacionin që të kërkohet nga administrata tatimore. Dua që të vish këtu Agron dhe t'ju thuash gjithë shqiptarëve se kush është lidhja jote, e bashkëshortes tënde dhe e vllajt tënd me 17 kompani të hapura jashtë Shqipërisë. Kush është arsyeja që ju refuzoni t'i jepni informacion për mënyrën se si transferoni fitimet jashtë këtij vendi, për mënyrën se si i pini gjakun të rinjve dhe të rejave dhe ke zgjedhur mos paguash as edhe një taks në këtë vend. As edhe një taks Agron në këtë vend. Agron, vjen dhe thua që mungojnë investimet në shëndetësi, mungojnë investimet në bujqësi, mungojnë investimet në mbrojtje sociale. Po si do bëhen këto investime, Agron, nëse ti s'paguan asnjë taks? Hajde shpjegoja shqiptarëve këtë gjë sepse është e nevojshme që shqiptarët të njohin që ti je një njeri që ke zgjedhur që të shfrytëzosh çdo resurs të këtij vendi këtu dhe mos paguash asnjë gjë në këtë vend, sepse je duke përgatitur jetën tënde offshore. Ky je ti Agron. Ky je ti dhe shumë shpejt të gjitha zullumet e tuaja do të bëhen publike për të gjithë njerëzit.